Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Vlorë referuan materiale në prokurori dhe arrestuan shtetasin 38 vjeçar banues në Vlorë. Pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me murin mbajtës të rrugës duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Proceduan në gjendje të lirë 42 vjeçarin me inicialet RC banues në Vlorë pasi duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi është përfshirë në një përplasje me dëme materiale. Gjithashtu, është proceduar në gjendje të lirë shtetasi 32 vjeç banues në Tiranë, pasi në Himar duke drejtuar pa leje drejtimi motomjetin është përplasur me murin rrethues të një banese. Si pasojë ky shtetas është dëmtuar dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet për vlerësim pasi në datën 9/12/2025. Në lagjen 28 nëntori, shtetasi 74 vjeç dyshohet se gjatë ngjitjes për në terracën e pallatit është rrëzuar nga kati 6 dhe si pasojë ka ndëruar jetë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Saranda referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin SÇ 53 vjeç banues në fshatin Dërmish pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi NÇ se vëllai i tij ka shkatruar orendi dhe pajisjet elektroshtëpiake në banesë. Gjithashtu është proceduar penalisht një 40 vjeçare banuese në Sarandë pasi ndaj saj ka bërë kallëzim shtetasi KK si e dyshuar për vjedhjen e disa veshjeve. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Delvin referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin 41 vjeç banues në Delvin, pasi gjatë kontrollit personal u gjetën sekuestruar një mjet prerës tik. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.